Përshëndetje, hir dhe paqe. Përshëndetja ime më e ngrohtë vjen drejt për drejt nga zemra e Zotit, për të gjithë ju të zgjedhurit e Zotit, për ju gurët e gjallë dhe të çmuar, të cilët këtë të diel të bekuar, me një vendim sovran dhe vullnet të plot fuqishëm të Zotit, do t'jeni duke ndjekur me vëmendje profetin, një pastor të përkushtuar dhe një predikues të mrekullueshëm, që ka një thirrje të shenjtë nga vetë Zoti për të zbuluar para jush ungjillin e vërtetë të Zotit ton, dhe jo thjesht një ungjill të krijuar nga njerëzit. Thirrja ime është të predikoj për ungjillin e Zotit. Është e nevojshme pra që ne të dim çfarë është hiri dhe çfarë është ligji. Unë jam apostulli, Miguel Angel nga Kisha Ungjillore Krishti jeton. Çfarë është hiri dhe çfarë është ligji? Në shumë raste të ndryshme, njerëzit bien në konfuzion dhe ngatrohen duke menduar se e gjithë Bibla përmban brenda saj një mesazh judaizues dhe një mesazh tjetër specifik për të gjithë jo hebrejt. Kjo nuk i përgjigjet të vërtetës. Pali, ai apostull që u quan parajs në qiellin e tretë dhe që mori gjëra të paimagjinueshme, ai mori mbi të gjitha misteret që kanë qenë të fshehura që nga kohët e përjetshme për kishën e jo hebrejve. Ai e quajti atë ungjilli i parethprerjes, që është ndryshe nga ungjilli i rrethprerjes, i cili i u dha, ju zbulua Pjetrit, për ata që janë me origjinë hebraike. Atëherë, pse duhet ta kuptojmë këtë? Sepse, për shkak të mungesës së zbulesës, për shkak të mungesës së kuptimit, për shkak të mungesës së njohurisë, siç tha profeti Osea, një nga profetët e vegjël të Biblës së Shenjtë, populli po shkatërohej sepse nuk dinin të dallonin. Cila është mesazhi hebraik dhe cili është mesazhi për jo hebrejt? Shiko se e rëndësishme është kjo. Që i njëjti apostull, Shën Pali, i cili mori zbulesën për jo hebrejt dhe shkroi 14 letrat, pra nga libri i Romakëve deli te libri i hebrejve, 14 letra të veçanta për një popull të veçantë, ata me origjinë jo hebrej, pra në damarët tanë nuk rrjedh gjak izraelit. Atëherë, kur unë nuk di të dalloj se çfarë është judaizmi dhe çfarë është gentilizmi, filloj të bëj një përzierje. Më fal. Shpreja mos e fik televizorin, një sallatë e vërtet, duke krijuar madje edhe një zot fiktiv, që nuk është Zoti i shkrimeve të shenjta. Në fakt, Zoti i shkrimeve të shenjta është shumë larg nga ai që sot predikohet në shumicën e kishave. Shumë larg. Që njerëzit e kanë krijuar me mendjet e tyre mishore. Një Zot që nuk është Zoti i shkrimeve të shenjta, një Zot i nënshtruar në njeriut, një Zot krejtësisht i humanizuar. Përballë këtij fakti, njerëzit i përziejnë ligjin me hirin dhe nuk dinë të jetojnë plotësinë e bekimit të Krishtit në këtë tokë. Atëherë, le të rikujtojmë, sepse në disa momente kam dhënë këshillat mençura për këtë çështje, që mendoj se është me rëndësi të madhe, shumë të madhe dhe urgjente, jashtëzakonisht urgjente, njohja juaj për të. Kur një person me origjinë jo hebrej fillon të jetojë sipas asaj që është judaizëm, ai e kthen jetën e tij nën mallkim. Galatasve 3:10 thotë se ata që janë nën veprat e ligjit janë nën mallkim. Mallkimi është dënim, mallkimi është mungesë e Zotit, mallkimi është ndëshkim, është dënim, një sër gjëra që e vështirësojnë jetën e njerëzve. Pra ne që kemi gjak, që kemi qenë jo hebrej në të kaluarën, që ata që na trajtonin si jo hebrej ishin hebrejt. Pra ne që ishim jo hebrej dhe sot jemi të kryshterë, kemi një bukë jete, një ushqim të fortë, doktrina e shëndosh e Krishtit, ungjilli i parrethprerjes, hiri i Zotit ton Jezu Krisht, hiri i mrekullueshëm i Zotit, hiri i përjetshëm i Zotit që na u zbulua nga apostulli, Shën Pali. Mos harroni që Pali u tha gjithashtu të njëjtëve Galatas në kapitullin I, ai tha: nëse vjen një engjëll apo ndonjëri prej nesh dhe predikon një ungjill që shkon për tej, asaj që kemi predikuar qofti mallkuar. Prandaj,
e marr shumë seriozisht, kam frikë dhe dridhem para Zotit për këtë çështje, që të mos e lë popullin e apostollimit tim dhe ndjekësit që kam, si apostull i hirit dhe i reformës në mbar botën në 123 vende, të mos i lë të hutuar. Ka një mesazh për jo hebrejt, ka një mesazh judaizues. Kur Pali i shkruan kishës së Korintasve, në letrën e dytë, epistujt ishin letrat e shkruara nga apostujt. Ai thot kështu: duke pasur pra një shpresë të tillë, flasim me shumë guxim. Pra, Pali thot se ajo që do të thot tani është fryti i guximit, i vendosmërisë, i qëndrueshmërisë, i njohurisë, i syve shpirtëror, sy shpirtëror të ndriçuar. Ai i thot kështu: dhe ne nuk jemi si Mojsiu, që vinte një vel mbi fytyrën e tij, që bijtë e Izraelit të mos shikonin fundin e asaj që po zhdukej. Më pëlqen shumë, ta kam thënë këtë këtu shumë herë, të përtyp, të përthis fjalën, bukën e jetës. Pra, Pali thot, ne nuk jemi si Mojsiu. Ne jemi kisha Krishti jeton, krishterini vërtet pas reformës, nuk është si Mojsiu. Neve nuk na është dhënë si thirrje nga Zoti detyrimi. Nuk na është imponuar detyrimi për të kryer flijime, abdes, larje, të ashtu quajturat pagëzime, vigjilje, flijime, paguaj çmimin, mos ha, ruaju nga djalli, e kam humbur shpëtimin tim, ki kujdes, ai do të kape. Ka dridhje, po nuk varet nga ne të telefonojmë. Asnjë sakrificë nuk i përket veprës së hirit të Perëndis, sepse ato janë gjërat mishit. Pra, Pali thot, ne nuk jemi si Mojsiu. Unë nuk jam si Mojsiu, unë jam si Krishti. Fjala që mu zbulua përmes Palit për kishën jo hebrejn, të cilën e kuptoj, e njoh, me anë të zbulesës, me sy shpirtëror, më thot se unë nuk jam si Mojsiu. Në fakt, nëse e lexon librin e veprave të apostujve, ka një ditë kur Pali kundërshtohet dhe e pyesin Palin: a është e vërtet që ti urdhëron të largohemi nga Mojsiu? Sepse askush nuk mund të shpëtohet nëse nuk i rrefpresin prepucin fëmijëve, djemve tanë. Dhe Pali thot, po, unë urdhëroj të largohemi nga Mojsiu, sepse Mojsiu është ligj, është judaizëm, është judaizues, por jo hebrejt është malltin. Atëherë ai thot, ne nuk jemi si Mojsiu. Thuhet se Mojsiu, kur po zbriste nga mali Sinai, kishte një shkëlqim aq të madh në fytyrë, sa që vendoste një vel mbi fytyrën e tij. Që njerëzit, thot fjala e Zotit, të mos shikonin fundin e asaj që po zhdukej. Pra, Mojsiu dhe ligji për ne, me prejardhje jo hebrejn, kjo është dukur. Fundi i ligjit është Krishti. Romakëve 10:13. Fundi i ligjit është Krishti. Pra, kjo do të thotë që nëse unë nuk kuptoj që ka pasur një fund të ligjit, që Jezusi e përmbushi ligjin, fjalë për fjalë, gjithçka që duhej të përmbushej, ai e përmbushi, që nga pagëzimi në ujë, flijimi i jetës, pasioni i tij, vdekja, varrosja, ringjallja, ai i përmbushi të gjitha. Ai e përmbushi që unë të mos kem nevojë ta përmbush. Vepra është të plot. Pra, tha, vepra e Jezusit nuk është e përkohshme, por është me lavdi të jashtëzakonshme, tha Pali te Korintasve. Pra, tha, ne nuk jemi si Mojsiu, që vendoste një vel mbi fytyrën e tij, që bijtë e Izraelit të mos shikonin fundin e asaj që po zhdukej. Pra, Pali u thot hebrejve se ligji është i dobët, dhe është i padobishëm dhe nuk shpëton. Populli me origjinë hebraike u shpëtua me zgjedhje hyjnore. Thuhet atje në librin e ligjit për të rirë, jo se ishin njerëz të veçantë, por sepse Zoti i deshi. Dhe Bibla thot këtë: kam edhe dele të tjera që nuk janë nga kjo vaf hebraike. Kush ishin këto dele të tjera? Ishte paganët e paracaktuar. Ai thot, më takon t'i kërkoj dhe t'i udhëheq ato. Delet të tjera jemi me. Sepse po të mos kishte bërë Krishti atë që bëri përmes jetës së tij, sakrificës, vdekjes dhe ringjalljes së tij, asnjë prej nesh me origjinë jo hebrin nuk do shpëtohej.
Asnjëri prej nesh nuk do të shpëtohej. Shpëtimi do të ishte vetëm për hebrejt, përmes zgjedhjes, përmes kombit. Por Perëndia tha që un kam edhe dele të tjera dhe një nga ato dele të tjera jam unë. Ai tha: "Ja, delet e mia e dëgjojnë zërin tim, por ju nuk besoni sepse nuk jeni delet e mia." Pra, ka njerëz që nuk do të besojnë kurrë te Jezusi. Ata quhen fëmijë të humbjes, ata mbajnë shenjën e humbjes, ata kurrë nuk do të besojnë. Ai madje tha se urtësia njerëzore, mençuria njerëzore është marrëzi. Perëndia mori të vegjëlit për të turpëruar të mëdhenjt dhe të urtët. Pastaj ai tha, mesazhi i Mojsiut, që ne duhet largohemi nga besimi, duhet themi jo. Jo Mojsiut, jo flijimeve, jo vigjiljeve, jo pagëzimeve, jo pagesës, çmimit, jo ceremonive, jo riteve, sepse i drejti në këtë beselidhje, në këtë marrëveshje, jeton me anë të besimit, nuk jeton me anë të flijimit, nuk ka pse të paguaj çmimin. Për këtë arsye Pali thot, ne nuk jemi Mojsiu. Lavdia e Mojsiut, lavdia e ligjit, ishte lavdi, por ajo u shua. Dhe Pali vazhdon duke thënë, por mendjet e tyre u errësuan, sepse deri në ditën e sotme, kur lexojnë beslidhjen e vjetër, i njëjti vel mbetet, pa ju zbuluar se në Krishtin ai hiqet. Tani kemi këtu një nga çelësat më të mëdhenj të njohurisë, kur dikush kthehet te Zoti, veli, ligji, Mojsiu, ritet, ceremonitë, të gjitha këto hiqen. Le të vazhdojmë. Do ta lexoj edhe një herë sepse është shumë e rëndësishme. Mendjet e tyre u errësuan. Pra, kur një person nuk ka zbulesë, nuk ka sy shpirtëror të ndriçuar, është si dikush që mban syze, por xhamat janë të ndotur. Ai mbetet i turbull, nuk arrin të shohë qartë. Pra ata shtyquajturit të drishterë sot i kanë sytë e tyre të errësuar, sepse flasin po aq për Jezusin sa edhe për Mojsiun. Po aq sa thonë se janë të shpëtuar, thonë edhe që duhet të agjerojnë, duhet të qëndrojnë zgjuar, duhet të kenë lëkundje. Duhet të bësh këtë, duhet të bësh atë. Si t'ishte se po anulojnë flijimin e Krishtit, veprën e tij zëvendësuese, flijimin e mjaftueshëm, të vetëm, një herë për gjithmonë, sepse i kanë sytë shpirtëror të errësuar. Unë jam këtu, me përulsi, që përmes shkrimeve të shenjta, sytë shpirtëror të zemrës suaj të ndriçohen. Le të marr fund kjo esim. Pastaj ai thotë kështu. Kur lexojmë beselidhjen e vjetër, do të thotë që ekziston një e re, beselidhja e re bazuar në flijimin e Krishtit, me premtime më të mira dhe më të larta. Sepse beselidhja e vjetër nuk shpëton, është e pavlerë dhe e dobët, u tha Pali hebrejve. Pra, thot ai, kur ata lexojnë beselidhjen e vjetër, e njëjta vellë e Mojsiut është në vend, pa u zbuluar atyre. Do me thënë, kjo është një zbulesë, që në Krishtin vello hiqet. Prandaj, nëse e kam Jezusin si Zotin tim, shpëtimtarin tim, bariun tim suprem, të plot fuqishmin, mbretin e mbretërve, Zotin e zotërinjve, i vetmi hyni dhe hyni që ekziston për t'u adhuruar është Zoti Jezu Krisht. Nëse kjo përzihet me ligjin, me flijimet, me tabernakullin, me të gjitha ato, shikon, do të kem një perde mbi syt dhe zemrën time që më lë jetën. Siç thot Pali, të mpir, ndjenjat e mpira. Pastaj, ai vazhdon duke thënë, por deri më sot, kur lexohet Mojsiu, perdeja është vendosur mbi zemrat e tyre. Pra, një pjesë e madhe, milionat krishterët kanë një perde të Mojsiut në zemrën e tyre. Ata nuk e kanë zemrën e tyre të rësprerë nga fjala, ata nuk i njohin Zotin. Predikuesit kanë krijuar një Zot fiktiv, një Zot që duhet të respektojë njeriun, një Zot që troket në derë, duke kërkuar një mundësi, një Zot që nuk është sovran, një Zot që nuk ka pushtet, nuk është i plot fuqishëm, i gjithdijshëm, i kudondodhur. Pra, ai thot, deri më sot. Pali e tha këtë 2000 vjet më parë, po deri sot, në vitin 2024, perdeja është ende mbi zemrat e tyre. Por kur ndonjëri prej tyre kthehet te Zoti, perdeja i hiqet. Pra kjo është ndryshimi. Perdeja është aty, syt janë të verbuar, e të ngurtësuar, por kur dikush kthehet te Zoti, perdeja i hiqet. Hispanikët thonë sa bukur është të hiqen perdet. Shërbesa ime është një shërbes që heq perdet.
Kur njerëzit dëgjojnë këto të vërteta, perdet u hiqen. Mojsiu zhduket nga jeta, ata kishin vënë bas tek Mojsiu. Thonë, jo, nuk është Mojsiu, është Jezusi. Ndryshoi priftëria, ndryshon edhe ligji. Kjo është ajo që Pali u tha hebrejve. Kur priftëria ndryshon, atëherë rifti parë, kush ishte ri? Mojsiu ka ndryshuar, është Jezusi. Ndryshon e ligjin. Në të kaluarën ekzistonin 603 urdhërimet dhe gjitha veprat sakrifikuese që kryeshin. Ka ndryshua, nuk është më ligj, nuk është më Mojsiu. Tani është Jezusi. Çfarë është tani? Hiri i Zotit ton Jezu Krisht. A doni ta lavdaroni Zotin me mua? Fryma e Shenjtë po ju flet. Jepini lavdi Perëndis, thuini lavdi Perëndis. Po mësoj se kur dikush konvertohet, veli hiqet. Kjo është arsyeja pse njerëzit pyesin në kishën e Krishtit, a nuk agjëroni? Jo, pse duhet të agjëroj? Për të fituar, për të pas pushtet, unë zotroj të gjitha fuqit, fuqia e fuqive banon brenda meje, thirrni Jezu Krishtin. Po, a nuk po kërkon vajosin? Jo, ne kemi vajosin, tha Gjoni. Me një Gjonit 20, 26 dhe 29 kemi vajosjen e të shenjtit. Vajosja mbetet më ne. A nuk u hidh një vaj koka njerëzve? Jo, pse? Por vaji nuk është simboli frymës së shenjtë. Ne jemi pagzuar, mbushur, derdhur me frymën e shenjtë, të vulosur, të pagzuar, të shpenguar nga fryma e shenjtë. Fryma e Zotit është plotësisht brenda nesh. Krishti në ne është shpresa e lavdisë. Tani, nëse si temi shpirtëror janë të mpirë, nëse ajo që dëgjoj është vetëm një predikues, siç tha Pali, ne nuk jemi si shumë të tjerë duke tregtuar fjalën e Zotit. Përkundazi, në Krishtin, ne flasim në praninë e Zotit me sinqeritet plot, nga vetë Zoti. Janë këtu me sinqeritet, nga ana e Zotit. Jesh këtu në televizion ka kushtuar një pasuri. Zoti hapi këtë derë sepse ai e di sa shumë njerëz janë atje të dëshpëruar, njerëz që kanë 20 Bibla në shtëpi, njerëz që kanë agjëruar, njerëz që kanë shkuar në male, njerëz që i kanë sytë shpirtëror të mpirë dhe nuk arrin të dallojnë. Është djalli, nuk është djalli, është një hije, është djalli, bëj kujdes, do dënohesh. Zoti do ta heqë emrin tënd nga libri i jetës. Shiko, ki kujdes. Ky është i gjithë Mesiu. A nuk thoshte kjo beslidhja e vjetër? Shpirti që më katon, ai do të vdes. Deri tani kjo na ka ndihmuar. Zoti. E gjithë kjo, ky është judaizëm, nuk ka të bëj fare me ne. Deri tani nuk na ka ndihmuar. Ti gjithmonë do të na ndihnash. Krishti në me është shpreha e lavdisë. Nuk jam unë që jetoj, është Krishti që jeton në mua. Pali u tha Kolosianëve, dua të paraqes çdo njeri të përsosur në Krishtin. Vepra është e plotë. Nuk ka boshllëk, nuk ka thjerrje për rikthim, nuk ka pjesë që ka dalë dëmtuar dhe Zoti të thret për të zëvendësuar pjesën, ripin e sigurimit, frena, disqet, nuk ka asgjë këtu. Vepra është e plotë. Tani sytë shpirtëror të mjegulluar janë të përzier me Mojsiun. Kujtohu se kur e pyetën Palin, a është e vërtetë që ti urdhëron të braktiset besimi? Mi tanë nuk duhet të respektojnë më? Gjërat e ligjit të bëjnë syetin, Pali thot, nuk ka, duhet të braktiset. Duhet të çlirosh në Mojsiu, nga perdet shpirtërore. Nuk të lejon të jesh i lumtur, nuk të lejon të jetosh si krishter. Ju gjithmonë ecni me frikë nga ajri, frikë se mos të humbni shpëtimin, se Zoti e fshin emrin nga libri i jetës. Dhe pastaj ai e shkruan përsëri. Kujdes, ka një plumë qor, shiko rreziqet e këtij bote. Ti jeton një jetë të munduar, shpirtërore. Kjo është e vërteta, gjithçka në rregull. Për ty, a ti intereson të vazhdosh të jesh pjesë e tregtisë shpirtërore? Ose do thuash, jo apostull, po e kuptoj, ke të drejtë, gjithçka është në rregull. Tani e kuptova pse kam kaluar kaq shumë vite në përkisha, duke shkuar nga njërat e tjetra, si bleta dhe flutura që kërkojnë polen, dhe kur nuk kam pasur paqe. Një burr hyri, duhet ta pagzoj tjetrin, jo, duhet ta pagzoj përsëri, jo, ruajuni nga djalli, duhet ta agjerojmë, do të kemi një qese semente, duhet ta çojmë këtë krip në shtëpi, këtë vaj me gjakun e Krishtit. Unë kur nuk e kam kuptuar ungjillin e apostujve. Se syt bëhen zbeht. Janë lentet ato që ndoten nga yndyra. Grim. Por kur dikush, aleluja, lavdi Jezusit, kur dikush konvertohet, veli hiqet prej tij. U i heq perdet nga zemra jote. A e kupton si është jetosh me velo gjithmonë? Do pjetë?
Humba, fitova, u largova, çfarë ndove? Apo ndoshta një jetë e përmbushur, ti thua, wow, unë i përkas Krishtit, Krishti është shpresa ime e lavdis, nëse Zoti është me mua, kush mund t'jetë kundër meje? Më i madh është ai që është brenda meje. Tani jemi si fëmijët Zotit dhe ende nuk e njohim realitetin. Kur të kthehet Jezusi, atëherë do ta njohim plotësinë. Kesh paqe, të shtrihesh në shtratë, të flesh, të zgjohesh çdo ditë duke thënë, kam kuptim në jetë, kam arsye për të jetuar. Nuk jam më unë që jetoj, por është Krishti në mua. Engjëjt më mbrojnë, më ruajnë, lajmet e këqija nuk më pushtojnë. Unë kam një mburoj, kam një parzmore, kam një shpatë, kam një përkrenare shpëtimi, sandale rip. Mund të shkatroj të gjitha sofizmat, të gjitha krenarit, të gjitha fortecat në jetën time, kur e çoj mendjen time të roboruar te Jezu Krishti. Kjo është ajo që doja t'ju tregoja sot. Faleminderit ekipit tim televiziv, faleminderit të gjithëve që festojnë me mua dhe që lavdërojnë Perëndin dhe që jetojnë në një mbretëri të palëkundur, që është mbretëria e Perëndis në këtë epoqë. Faleminderit të gjithëve nga thellësia e zemrës sime. Në rregull, me gjithë zemër. Një përqafim i ngrohtë, një të diel të martë. Është pothuajse këtu. Vitor, le të fillojmë një seri rreth sovranitetit të Perëndis. Deri atëherë, paqe dhe hir për qirr. E diel shumë e lumtur, me dashuri